Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i mungoi në seancën e parë të themelit që u zhvillua këtë të hënë në gjykatën e posaçme në ngarkim të tij dhe 29 të pandehurve të tjerë, biznesmen dhe kompani. Pretendimi i Veliait përmes avokatit të tij të caktuar kryesisht ishte se nuk është njoftuar dhe se nuk është njohur me aktet hetimore të organit të akuzës, qëndrim që u kundërshtua nga prokurori Olc Dado. Gjykata e posaçme pranoi kërkesën e kryebashkiakut për vendosjen në dispozicion të tij aktet hetimore. Pas përfundimit të seancës, e cila u shtyp për mungesë të disa të pandehurve, avokati Max Haxhia foli për mediat. Trupi gjykus përfundimisht dhe miratoi dhe i dha të drejtën Erion Velis që t'i vjen në dispozicion të gjitha aktet. Nuk ka rëndësi se si do jetë mënyra nëpërmjet një kompjuteri apo nëpërmjet ardhjes të marrë gjitha aktet të shikojë një për një, apo t'ia çojnë atje, por rëndësishme është që shteti mori përsipër nëpërmjet detyrimit që i vendosi gjykata në vendimin e saj, t'i vënë në dispozicion gjitha aktet nëpërmjet përfaqësuesit të oficerit të Byros Kombëtare të Hetimit.